Për shumë vite, marrëdhënia jonë me diasporën është parë si një rrugë me një drejtim. Sot, ne e dim që është një rrugë me dy kahje. Historia jonë e përbashkët na ka mësuar se largësia nuk e dobëson lidhjen, përkundrazi e forcon atë. Por kjo lidhje kërkon kujdes, kërkon vëmendje, e mbi të gjitha kërkon dëgjim. Kemi shumë për të thënë për kulturën, identitetin, inovacionin, turizmin, zhvillimin lokal, talentet të rinjt, për shërbimet tona në linjë, për fshirë shërbimin ton konsullor. Nuk do të ndalem këtu sepse për të gjitha këto e shumë të tjera do të diskutojmë në detaja gjatë tyre 2 ditëve. Por në këto minuta hyrëse, më lejoni të them 2 fjalë për një aspekt të veçantë, sepse themelor, gjuha shqipe. Sepse ajo është ADN-ja jonë. Ajo nuk është thjesht një mjet komunikimi, është kujtesë, është identitet, është vazhdimsi. Pa gjuhën do të rambetej vetëm trupi, dhe një trup pa shpirt varfërohet e të kurret. Prandaj përpjekjet për gjuhën në Shqipëri, në rajon e në diasporë, janë përpjekjet për qenë vetvetja. Gabimi më i madh do të ishte të ngatronim të përkohshmen me të përhershmen, të sakrifikonim thelbin me lehtësinë e momentit. Nëse gjuha jonë e cila u ka rezistuar shekujve në kohë shumë më të vështira, dobësohet sot, kur jemi më të ditur, më të fortë, më të lidhur, atëherë përgjegjësia është vetëm e jona.